Jemi të prit Partia Shqiptarëve me bo marrëveshje me Zveti, edhe zonja Presidenti e kalon edhe një kohë e shkurt, krejt me qëllim ndoshta na mundemi me dal me një marrëveshje, nëse jo ka me drejtu në kushtetut. Na e dim se domethënë përgjigje për anën e kushtetutës mund me vonu praktikisht 2 muaj, edhe nëse nuk është domethënë formulu decidivisht çush mundemi me dal për këtë krizë, mundemi me vazhdu me krizën, edhe këto është shumë keq për shtetin Kosovë, në fakt nuk varet prej neve, jemi të prit, dhe ndoshta edhe sot në seancë mund me ndodh ndonjë send, por prapë se prapë jemi këtu ku jemi, dhe nuk është mirë për asnjë anë. Fakti është se nuk ka vot për me dal prej këtë krizë prej këtë momentin, edhe në fakt jemi veç të prit. Do të pak sot në televiziave vendosje do t'jetë me... Votimi i fshehtë, po situata ka me qenë e njëjtë. Edhe në Po. Ju vazhdoni të keni në qëndrimin që jeni opozit dhe nuk keni vot për vendosje. Po. Po sa mendoni se po i kushton vendit ky bërë që i hapa politik? Po shumë. Edhe domethënë është interesant këtë inati politik të na, edhe prapë se prapë mendoj se një anë duhet me pak me lishupe, sepse qështu jemi mblokum, edhe nuk mundem pasun vetë, domethënë me qyrë me njëra qysh mundemi me ndalë për këto. Me 54, 55, 56 vota nuk janë mjaftueshëm, edhe çdo 48 orë vërtet nuk ndoshta është mirë, jemi të prit vendimi i gjykatës edhe për votimi i fshehtë, ndoshta të hanën, qështu kemi folë edhe me presidentin, dhe veç me këqyrë ndoshta prej të hanën mundemi me vazhdu, bile me bo një hap ma konkret ma tutje. Faleminderit shumë. Fal? Jo, grupi AK ka dorëzu, tash na jemi veç të prit. Faleminderit shumë. Është folë shumë që jeni në presion edhe nga Serbia sa i përket votës tuaj për parlamentarën, por edhe votimin e qeverisë. A qëndrojnë çdo pretendimin nëse më shumë avon njësë? Jo, domethënë në asnjë mënyrë, domethënë bashkëpunim mes partia cili unë e përfaqësoj edhe ana tjetër nuk ekziston. Edhe këtë herë në fakt na as nuk kemi pas presion. Herën e fundit unë shkova deri Gjykata Supreme me këtë problem edhe kam fituar në Gjykata Supreme. Këtë zgjedhje nuk kemi pas asnjë presion. Në fakt asnjë partia bosnjakëve, as partia teme nuk ka pas asnjë vot prej anën e serbëve, edhe në fakt unë nuk kam pa në cili mënyrë ata kanë mundësi bile me bo presion. Mos marrëveshje, mos kuptim mes meje edhe me vetëvendosje, domethënë janë edhe me qeveria Kurti 1, edhe me qeveria Kurti 2, domethënë edhe në koha kampanjas, edhe në koha pas kampanjas, domethënë pas fushatës edhe këtu jemi ku jemi, unë jam shumë sigurt se vetëvendosje dim qëndrimin që unë kam pas, edhe pas këtë deklarata kam pas shumë presion për anën e Kosovës, dhe vërtet kam përjetu një kohë shumë vështirë, por kam dalë prej këto, sepse kam faqen e bardhë dhe qëndrimin tem unë nuk e ndryshoj. Faleminderit.